أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن أفضل عبد من تواضع عن رفعة وزهد عن رغبة وأنسف عن قوة وحلم عن قدرة صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Njerëzit e Allahut subhanahu wa taala, të cilët në terminologjinë fetare njihen si evliat, do të thotë njerëzit e mirë ose robët e mirë të Zotit, të cilët me jetën e tyre, bindjen që e kanë dhe veprimtarinë dallojnë dhe karakterizohen me disa veçori, nëpërmes të cilave domethënë mund të identifikohet dhe ta njihesh një njeri të Allahut subhanahu wa taala, një njeri fetar dhe do të thotë njeri i mirë. Sigurisht ai, domethënë gjatë jetës duhet të ketë tipare dhe veçorime të cilat ne mund ta njohim dhe ta dallojmë një njeri të mirë nga ai i cili nuk është i mirë kushtimisht, ose thjesht një njeri i udhëzuar nga një njeri i devijuar. Tash për shembull në musliman normal janë shumë njerëz, pastaj përveç asaj duhet me qenën edhe musliman i mirë e kam fjalën. Për faktin se jeta na ka mësuar që ne të takojmë dhe të shohim njerëz të cilët janë sigurisht musliman edhe besimtar, mirë po kanë probleme dhe deficite në morale, në akhlake, në ibadete, në raport me njerëzit, në raport me Zotin. Thjesht kanë domethënë mungesa të dukshme në ndërtimin e karakterit. Prandaj biseda do të ishte njerëzit e mirë ose fetar të mirë, domethënë të Allah subhanahu wa taala, të cilët në fjalorin fetar njihen si evlia e kam fjalën. Allahu në Kur'an ka thonë Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Me të vërtet, njerëzit e mirë të Allahu subhanahu wa taala, për ta nuk ka frikë, as panik, as nuk do të ketë pasiguri, as në këtë botë, as në botën tjetër. Do të thotë ata nuk ndjehen në një moment të pasigurt. Për faktin se tek e fundit domethënë janë besimtarë dhe mbështeten në Allahun subhanahu wa taala. Për shembull, kërcënimi më i madh i njerëzve në jetë mund të jetë likvidimi ose vdekja e kam fjalën. Njerëzit e Zotit nuk e kanë edhe këtë problem, nuk ndjehen të pasigurt. Në një moment ajo është domethënë caktimi i Allahut subhanahu wa taala dhe ato janë të mbështetur në atë me plot bindje. Kështu që për njerëzit fetar të mirë nuk ka ndonjë rrezik, pasiguri ose kërcënim në jetë, në kuptimin më të gjerë. Domethënë Allah subhanahu wa taala e ka vërtetuar këtë që po themi, elladhina amanu wa kanu yattaqun, ata të cilët kanë besuar dhe ishin të devotshëm në jetë. Dhe ishin të devotshëm. Në hadith pejgamberi alayhis salam, siç është transmetuar, ka thonë në robi më i mirë, domethënë për njerëzit e mirë, tash po flasim edhe kriteret, tiparet me të cilët dallohet. Pse po them se ne çdo njeri që e takon dhe pretendon dhe jeton me atë bindje që janë i mirë. Sado që të jetë domethënë i devijum, i pa drejt, o merr vesh, ama askush nuk e ban kabull me thonë i vërtet unë jam i keq ose jam i devijum. Tash në mesin e këtyre pretendimeve, domethënë çdo njeri jam i mirë, nuk ja vlen, i mirë duhet me pasën angazhim, duhet me pasën investim. Në afat shumë të gjatë, mu morën me integrimin e vetës, me pastrimin, domethënë të zemrës, të shpirtit, të mendjes, të sjelljes, me qëllim që ta kesh një instancë ku ti don me arrit në jetë, tu përsos për çdo ditë nga pak. Ama nëse smerrat askush me këtë tematikë dhe këtë, domethënë nga mëngjesi sa unë jam i mirë, as mjafton. Allah subhanahu wa taala
këtu ka folën, domethënë, për disa njerëz, tiparet e të cilëve domethënë variën tash në interpretim. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë in afdal abdin man tawada'a an ruf'a, robi më i mirë është ai i cili qëndron modest ose rri poshtë, të kuptojmë, në momentin kur është lart, ka pozicion, ka post, ka pushtet, i ka të gjitha kushtet me qenë lart, edhe është lart. Mirë po në sjellje, në raport, në kontakt, në komunikim, në shërbim, rrin domethënë thjesht në tokë. Një njeri i cili qëndron në tokë në momentin kur i ka mundësit me qenën shumë lartë. Kjo është njëna nga tiparet dhe veçoritë e njerëzve të mirë. Domethënë në opozita e këtyre, domethënë ana tjetër e medaljes është një njeri i cili nuk e ka asnjë kriter, as pasuri, as pushtet, as dituri, as edukat, as fe, as kapital, kur ta shifsh në raport, në kontakt, në komunikim, në përditshmëri, mendje madh, don të imponohet nga lart. Edhe domethënë të tjerët për rreth i shef këtë të vegjël, të pavlefshëm, i provokon, i ignoron, një sjellje, një arrogancë. Tash njeri i mirë është prej këtyre tipareve të hadithit, një rob i Zotit i cili i ka të gjitha mundësitë pozitive dhe është dikush në fakt në shoqëri, po mendoj është dikush me fakte, jo vetëm me mohabete. Është familjar, është fetar, është i arsimum, është i moralshëm, i sjellshëm, është në shërbim të qytetarëve, ku e di, ka pushtet, karrierë, kapital atë këtë, dhe rrin në tokë. Është i ëmbël, është i kapshëm, është i komunikueshëm, është i arritshëm. Këtë profil, domethënë, është mërzim e gjetë, vetëm për atë po themi prej evlijave të Allahut subhanahu wa taala. Se përndryshe në praktike keni, nëse një njeri e merr një post më të thjeshtin që mund të jetë në qeveri, në pushtet, në shoqëri, kur ta shifsh komunikimi me te vështirësohet. Nuk është i kapshëm, së në takon, së në komunikon. Duhen 100 procedura, mu lajmëru para prakisht e me loni termine, me fol me sekretarin e ti, kur qkojsh atin termin, pastaj me pritën edhe një orë atin korridor. Nuk është prej evlijave të Allahut, nuk është prej njerëzve të mirë, lene të mohabet e kejt jemi të mirë. A i cili qëndron poshtë në tokë, edhe pse i ka mundësit me qenë shumë i fuqishëm dhe i pushtetshëm. Me një post më të vogël të ignoron nesër, e ke pas mik, shok, kujshi, ke qenë domethënë në shkollë, 8 vjeta në fakultet, kanë kalu vite dhe ka morë post. E takon, nuk të përshëndet, nuk njef. Ti domethënë, Allah mendon se është ai djali i klasës 8 kur kemi qenë bashk. Edhe ti në mënyrë spontan don t'i afrohesh. Kur ta shifsh, raporti është i ngrirë. Mendje madh arrogante, kam fjalën i devijum. Këto muhabete janë të Kuranit, të pejgamberit dhe të kursije, si dilni na për media, na për muhabete, këto nuk i gjonin, na për as në institucionet e arsimit nuk i gjon. Ata të cilët domethënë janë të kapshëm, wa zahada an ragbatin, dhe një njeri i cili tregohet asket dhe ka kërkesa të vogla nga jeta, edhe pse ai ka nevojë. Ndëgjone formulimin filozofik të pejgamberit alayhis salam, çfarë frime, çfarë edukate. Edhe veç këto tekste kur ti lexosh kuranore dhe hadithet pejgamberit, domethënë të hapet zemra dhe rahatohesh. Dhe një njeri i cili ka nevojë, pa marrë parasysh çfarë nevoja, për financa, për pushtet, për karrierë, për mbështetje, për investime, financime, ka nevojë, megjithatë nuk gazon me dalë, tash kam nevojë, ose se di, më duhet, ose kam dëshira, kam merak, edhe tash mu bo rezil, mi arruan parimet e njerëzillëkut,
parimet e fejes dhe të edukatës, edhe me dalë mu bore zil, me justifikimin se unë kam nevoj. Po në këtë kemi nevoj. Diçka, egal, diçka ke nevoj. Thot dhe një njeri i cili tregohet asket, ose thjesht hek dorë kushtimisht, ose me fjalorin tjetër ban sabër, deri të pjekën kushtet, deri të vjene momenti i duhur, edhe të krijohen shkaqet për ta kap atë të cilën ke nevojë, ama jo para kohe, mu bo rezil. A di me arsye time sikur sot për shembull, unë kam nevojë të jem kapitalist, sot materializmi. Edhe unë jam i gatshëm edhe me vjedh, edhe me rrejt, edhe me shit drog, me rëndësia është unë ta kem makinën gjys milioni euro. Kam dëshirë, kam nevojë. Edhe unë për shembull kam dëshirë të shëtis në për plazha të ndryshme gjatë pushimeve verore, ose pushimet dimërore egal, kam merak, mundësit si kam, po unë tash i kryoj mundësit edhe me haram, së më interesot. Po, më ti je arrogant, ti je një qenje e pangjeshur, ti je i devijum dhe i amoralshëm. Ne po flasim to për kategori tjera, dhe një njeri cili ka nevoja dhe dëshira, dhe me gjitha te, nevoja dhe dëshira e jote nuk të ban që t'i shkellesh parimet e Zotit, e të familjarizmit, të njerëzillëkut, e të etikës. Punon, angazhohesh, planifikon, prit, ban sabër, erdhë mirë, nuk erdhë, ditën e mirë, ama jo me çdo kusht, sikur sot që jetojmë në një botë brutal e egër dhe e brisht. Me rëndësia është unë me qenën i pasur. Mos më pyet, çka punoj, pikaja investohem, nuk është më rëndësi. Edhe është e vërtet se pjesa dërmuese e qytetarëve pa përjashtim edhe muslimanëve sot e shifni nuk vesin shumë për halalin dhe haramin. Mara qoftë edhe hoç. Nuk luan rol. Edhe ajo është njeri, nuk ka përjashtim. Me rëndësia është une në shoqëri të dukem i pashëm. Për faktin se edhe pjesat tjetër e shoqërisë i kanë ndruan, si them, rregullat e gjikimit, se bota sot përshëndesin të afrojnë, të komunikojnë, të korrespondojnë, nëse vërtet ke kapital. S'ke kapital, ama ti ke moral, ke iman, ke islam, ke akhlak, ke familje, nuk vlen për muje, kote ke. Ne jetojmë në një kohë të tillë. Ne japim prioritet atij i cili a treguar i pashëm në aspektin financiar, në aspektin kapital, ama na nuk jemi interesuar se prej nga e ka, edhe me ditë nesër prej ka e ka, s'prish punë. Prap aja është më me pesh në mesin e kësaj katrahure të amoralshme dhe të deviju. Kjo nuk ka rruga e Koranit, as me pejgamberit, as e evlijave të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Ai njeriu më i mirë të më thonë ka qenë Hazreti Alia, kerremallahu wajhahu. Sa herë po e përmendim, edhe regjistron e dikun, ka qenën, si thombe, ikona e varfërijës, simboli i fukarallëkit. Ama nuk e ka ullë peshën. Po edhe shoqëria për rreth, kanë qenë njerëz që bazët e gjikimit, për të qenë një njeri me peshë, apo pa peshë, ka qenën morali, karakteri i jotë, njerëzillëku i jotë, se unë me atë komunikoj, unë me parat e tua s'komunikoj, ti parat i ke për vetit e ke fundit. Ama në raport me të tjera të shbitje, lojaliteti, sinceriteti, humanizmi, dashuria, qiltërsia, jo parja. Këtu është një filozof francez, Jean-Jacques Rousseau, para disa kohrave, ka thonë një citat: nuk kam pa njeri gjatë historisë i cili meriton të quhet mësues dhe profesor përveç Alijes kerramallahu wajhahu. Prej një filozofi francez i krishter mas 14 shekujve, do më thonë në konton e Alijes kerramallahu wajha. Muslimana shqiptara që e din kush është Hazreti Alia, ajo ikona e moralit, ajo burimi i inspirimit,
Trashëgimtari i Fronit, ku ta di unë i familjes pejgamberit, mos ta teproj se ashtu janë ka e morrin vesh kemi të folur. Pse ai nuk tha për këto miliarderat që ne i njohim sot, që ne jemi gati me shit dinin e Zotit. Edhe familjen tonë ne kemi shitën për interesat do miliarderave në përboq që kanë dalë. Pse ai nuk tha për këto dhe shumë të tjerë në histori që kanë qenë. Vetëm Hazreti Alia meriton të quhet mësues ose profesor. Ta na le ta dinë shqiptarët laik dhe ignorant, ma e keqe, formulimi ma katastrofa është me qenë i devijum laik dhe ignorant. I pa lexuar, i pa informuar. Dhe pastaj para gjikime dhe gjikime në përmedia ati rezilhone. Ama ti je ignorant. Fjala jote nuk ka pesh në elitët e intelektualeve, a ti të marrë si referenca. Që ka referenca nga njerëz që janë të arsimum. Ta ashtu zhvillu një projekt në Bashkimin Evropian, dikun 10 milion dolar euro i kanë dhonën një institucion atje me analizu dhe ulëmtu dhe studiuon ndikimin e Kuranit dhe Sunetit në kulturën, traditën, filozofien dhe poezien e Bashkimit Evropian. Edhe kanë dalë materiale, ala pa dalë materiali kryesor, bazë, shumë më tema për rrëth nga hulumtues dhe studiues meshkuj dhe femra të krishterë dhe jahudi në Perëndim që e pranojnë ndikimin pozitiv të Kuranit, Sunetit, Islamit dhe muslimanëve në kulturën dhe historinë e Perëndimit. Bota ka hecën, bota ka lexu, bota nuk vjell vnerë, bota flet me fakte, o ignorant. Wa ansafa an quwa, ti parët e një njeriu të mirë, dhe është i drejt kur anë pushtet. Për shembull, unë jam gjykatës. Tash unë kam mundësi me u hakmar, apo? Ose për shembull ti je, si theme, drejtori i shërbimit sekret, ose je ministër i punëve të brendshme, ose je kryetari i shtetit, atë që kryeministër, edhe të ka ndodhur një gjykim, ti je tash. Me një qytetar, s'ka pushtet. Dhe është i drejt, kur anë pushtet. Që ta amenja, ka kësi profila njerëzish dikun? Me qenë i drejt, kur jem pushtet? Tash unë jam pushtet, qytetari, kemi dalë në gjykim, ama ai ka të drejta, në fakt. Ata mërmenja që dikush e pranon, përveç njerëzve të mirë, të Zotit, të moralshëm, besimtar, të informum, të ngjeshur. A e pranon, sigur që e ka pranuon X hulefar Rashidine, sahabe, kojt di une gjikimin e një qytetari për balë një halife. Dhe i ka thonë, tamam, ti ke të drejt. A e keni ndëgjuan këtë bidat dekadave të fundit? Unë jam i mirë. Kusht ka thonë që ti je i mirë? A ketë një fakt në veprimtari, në moral, në etik, në sjellje, neve na duhet mbështetje, jo pretendime, a ketë një argument që ti je i mirë? O jo, argumente s'kam, ama jam i mirë. Dhe është i drejt, kur është në pushtet, dhe gjikon me drejtësi. Tash, lene gjikon, nëse shkoni ka ne, këto që kanë qenë dhe janë dhe do të jenë në qeveri, ju e dini se këto janë mbi ligjin. A di tash mos ta zgjati muhabetin, ka i drejt, s'ka i drejt. Hiç, këto janë mbi ligjin. Këto të burgosin, të rratisin, të injorojnë, shkelin, të vrasin. S'ka gjikim, çfarë gjikimi? Jo i drejt i shtremt, hiç nuk ka gjikim. Na njerë duhet të punojmë me dekada që ta mundsojmë të ketë gjikim njerë. Edhe qofti i shtremt, s'ka gjikim hiç. Unë jam ligji. Jam i mirë. Po pika je i mirë ti? Në përgjikime, do të thotë pejgamberët janë dorëzuar me bindje, me dashuri përballë një fakti të një qytetari. Është në pushtet dhe gjikon me të drejtë, sikur shumë pejgamberi kur ka dalën në Bedër a vendosa që jemi një vend edhe Habab ibn Mundhir i ka thonë pejgamberit alayhis salam, apo kjo shpallja është prej Zotit që të vendosimi qëtu,
ta dim barëm edhe ne të dorëzohemi, apo është një përpjekje e jotja? Jo, thot që është mendimi im, gabim thot je këtu, duhet çatje të vendosemi. Çatje e kanë bajtur ushtria, ditën e mirë. Shembuj në historinë tonë të ndritur, shembuj në historinë e pejgamberëve dhe të Koranit, që kërkon e ke problemi i gjetë të shembuj. Ku një njeri në pushtet vazhdon të mbetet lojal drejtësisë deri në fund. Nuk ka rol. Drejtësia nuk shtrembrohet pse unë jam në pushtet. Pse unë kam fuqi, pse unë e njoh dikan atje. Nuk ka lidhje. Mu kon njeri i mirë, ju pak a shumë do ta kuptoni çka do të thotë një njeri i mirë. Nuk ka e lehtë me qenë i mirë, se do të me kaluar në për këto situata. Wa halu me anë kudra, dhe është falës. Në kohën kur ka mundësi mu hakmar, besimtari i mirë, një musliman i mirë, është një njeri i cili ka mëshirë dhe dashuri në zemër, dhe mëshira e tij është shumë më e gjerë dhe më e rrënjosur dhe më e thellë se gatishmëria për të hakmar qytetarëve. Është falës, edhe ta fal, jo nga pozicioni se s'po kam çka të bëj, se s'kam pushtet, se me pas pushtet bëj lakra, jo. Hadithi thotë kështu, njeriu i mirë, muslimani i mirë, është ai i cili fal në momentin kur unë kam mundësi të hakmerrem, edhe të arratisi çduki me familje krejt. Sikur të mos jemi mirë. Ama unë jam musliman, jam besimtar, edhe unë jam familjar, edhe unë jam i ngjeshur, i moralshëm. Edhe unë jam spontan, këtë duhet me kuptuon. Muslimani, besimtari i mirë, është një njeri që mirësien e ka dem, o gjak, themel e ka, nuk e ka artificial. Kjo është shumë rëndësi, me qeni mirë spontan, që do në thot ti që tërbot nuk njef. I mirë është a i cili edhe me provu më moj keqë së në bëhë është i keqë. Ti se një botën e keqë, nuk e njef. Se ti je rrit me një familje ku nana dhe baba të kanë edukuon, edhe që më flasme për i Kuronit, që to kritere, morale, sjellje, këtu nuk ka punë arsimi, keni kujdes mos e ngatroni. Arsimi, sidomos ke arsimi i sotshëm, nuk ka lidhje me edukimin, nej. Edukimi vjen prej gjirit familjar, prej prenit nanës, prej përgdheljeve të babës, prej ambientit sobës, familjes ku je rrit. Edhe ti kur të rritesh në qatë atmosferë, në qatë ambient, në qatë mjedis, ndër kohat ti të i trajtuan, të i gjikuan problemet, ti je një frim e mirë. Ti s'mundesh mu bu i keq edhe me dasht. Ti nuk hakmerrësh. Ti nuk e qërëmbon drejtësien. Ti s'mundesh se ti. Spontan i mirë, që ti i thujnë, është njëri i mirë. Jo mu bu i mirë, duke mendu, duke analizu, logarit, si e i mirë. I mirë është ai i cili mirësien e ka të natyrshme. E ka spontan, që nuk jeton. Që është i mirë. Po menoj se dia keni pa edhe në erë kohën e funit se s'ka, A keni pa edhe një njeri të mirë, me tipare po flas, me veçori, me veprime. Kohën e funit janë paku, keni kujdes. Se ne jemi qëto. Qjerë s'ka. Në mesin ton janë paku dukshëm këto njerëz. Se di nësa ka, ku e di nësë miktakoj, ama ta dini që është problem. Këto jetojnë në një qetësi dhe rahati shpirtërore dhe intelektuale me një të banzarar, nuk jenë gjendje me e kuptuon. Ati për shembull rënime, luftra, varfëria, inflacioni, rreziku, këto nuk përfshihen në këto muhabete. Jeton në një qetësi dhe një pavarësi. Ki s'ka as dinamik, as stres. Me po mi thonë këti për stresin ki nuk e njef. Kanë një luks shpirtëror, kanë një botë të ngritur të pastërt, fal besimit dhe moralit. Nuk kanë djallëzira, s'kanë probleme me kërkan, as me Allahun, as me popullin. Janë parimore, dhe kam fjallën, janë të moralshëm, janë njerëz të mirë. Këto kanë një rahatlëk,
një siguri, që thasha që në fillim, ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Njerëz të mirë të Zotit s'kan as frikë, as pa siguri. Po çka kanë? Kanë siguri dhe kanë mirëqenie. Janë një profil i cili po them kohët e fundit është bërë rrallë. Ju marisun e ibade dhe këto e ushtrojnë adhurimin, sikur që thash, spontan, shumë është më rëndësi këtë të më regjistroni. Këto e adhurojnë Zotin vazhdimisht, e madhërojnë dhe e lavdrojnë, e përkujtojnë, vazhdimisht pa ndërpre dhe në mënyrë shumë spontan, ki nuk ka nevoj dëmoje diçka të pazakont. Pse po falet a pse agjerona? Me i nejt afer, a i falet tanë jetën dhe nuk e përmend asnjëherë namazin në bisedë me dikan. A i agjeron normal, prej fmi, ama nuk e bisedon me dikan, agjerova së agjerova. Këto tema nuk janë për të diskutuon. A i nuk vjedh kur për jetë dhe nuk e diskuton. Me kërkan, a i ka natyrshme këta. A i nuk shahat. Edhe nuk diskuton me kërkan që të lavdrohet se unë nuk shahem. Spontan i ban punë të mira, a largur prej çkëshijave, prej lindja që ditën e mirë. Edhe kja është adhurues me tempo. Ki nuk është që adhuron Zotin gjumon në Bajrame, ku të diju në Taravia. Kja qëtër profil. Edhe kur ti ndodhin që të punë që thash, ta gjikojnë në pushtetet e hakmerët kura, ki se mendon, a krija ja punë, ki ja falë, ki silët drejt me te, nuk e lodh trurin kja besimtar i mirë. Nuk kanë, a po fillove e mendove, e planifikove, e logarite, ti duhesh, do më thonë, një profili që do më bëj mirë me zorë. Si ke definu Allah këtë punë, ti Allah ki e probleme. Kur ti definojsh, një herë për jetë, ti e ke këtë qasje spontan, që shtu jej mirë edhe pikë, ditën e mirë. Kur shtu në s'lem përqipje mo. Edhe kjo këshill, do në thoni, drejtohet qytetarëve dhe në veçanti atyre njerëzve që kanë poste dhe mbaj përgjegjësi, e du të japin llogari, e qeverisina, menaxhojna, administrojna, o xhallar, profesor, mësues akademi, deputet, drejtor, ministra, këto janë më të thirrur me qenë më të natyrshëm, më spontan, më të moralshëm, se këto kanë, domethënë, përgjegjësi me qytetarin. Se të ke fundi qytetari është përgjegjës vetëm për veten e tij. Ama për shembull një ministër, një kryeminist, një drejtor, një hoxh, një mësues, nëse nuk kanë kësaj kategorie, ta marr mendja do të ketë pasoja në brezin e ri, që interpretohet më tutje virusi i amoralitetit dhe mungesa e udhëzimit e moralit, interpretohet të gjeneratët e reja. Ai nuk mundet profesori me të arsimu që thash, ama vetë për shembull nota të jap, si të thembe me fajde, me para, me intervenime, me kërcënime, ndoshta edhe me kuzime të moralit. Me çata po do më shku dikuna. Ose që qeveritar që i ke vendos ti me të udhëheqën, kur ta shish mbrëmje në ekrane televizive, e zunën të vjedh me miliona. Pa, qa janë shfrymëzim dhe pasqire jotja. Për atë po them, ai duhet të jetë. Ape miftire ishe lemo, e kesh përdorën haxhin, likura, bajrami, kurbani, fitra, pa, ai janë pasqire jota. Që interpretohet, po them pastaj, virusi dhe dalaleti në brezat e ri. Njeru i mirë është ai i cili e ka definuar në herë për gjithmonë, është përcaktuar për rrugën e drejtë të Allahut dhe njerëzimit, dhe nuk e lodh trurin për asnjë rast që i vjen përballë. Ai e ka definuar, duhet të sillet mirë, spontan, në mënyrë të natyrshme, ditën e mirë, nuk planifikon kur gjë. Janë domethënë nga tiparat e njerëzve të Allahut subhanahu wa taala, inshallah Allahu na udhëzon edhe na drejton dhe na i mundson që të integrohemi në Kur'an dhe në praktikat e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe profetëve të tjerë. Na udhëzoft Allahu neve dhe familjeve tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.